Mos hani kurrë shalqin nëse vuani nga këto 3 sëmundje. Shalqini është shumë i shëndetshëm dhe i shkëlqyer për hidratimin e trupit, por një grup njerëzish nuk duhet ta konsumojnë atë. Ky frut është i pasur me magnez, zink, kalium dhe vitaminat B. Është i pasur me proteina dhe ka pak kalori, kështu që mund të hahet në çdo moment. Konsumi i shalqinit mund të nxjisë humbjen e peshës dhe besohet se mund të ketë edhe efekte të tjera anti-inflamatore. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Një shalqinë në mallësi mesatare përmban rreth 92% ujë, kështu që është një mundësi e shkëlqyer për të qëndruar të hidratuar në ditët e nxehta të verës. Shtimi i shalqinit në dietat tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje të vërtetë ushqyese. Një studim i vitit 2019 shqyrtoi efektet e konsumit të shalqinit në ngopje dhe në peshën trupore të të rriturit mbi peshë dhe obez dhe zbuloi se ata që konsumonin 2 feta shalqin çdo ditë për 4 javë ndiheshin më pak të urritur dhe humbën dukshëm më shumë kilogram nga grupi që konsumonte biskota me pak kalori. Megjithatë, dietologët paralajmërojnë se konsumi i shalqinit nuk është i mirë për një grup njerëzish, përkatësisht për diabetikët. Shalqini është plot me sheqer natyral i cili mund të shkaktojë një rritje të papritur të sheqerit në gjak nëse e teproni. Megjithatë, atë nuk duhet ta eliminoni plotësisht nga dieta juaj. Mund ta kombinoni me ushqime që janë të pasura me yndyrna të shëndetshme, si fibra dhe proteina, si arrat dhe farat. Ky kombinim i ushqyesve me vlera ushqyese mund të ndihmojë një person të ndihet më i ngopur për më gjatë dhe të ngadalësojë përthithjen e sheqerit në qarkullimin e gjakut. Ekspertët e cilësojnë shalqinin si një nga frutat më të rëndësishëm të verës dhe si i tillë duhet të konsumohet gjithmonë me kujdes dhe brenda normës së rekomanduar. Personat të cilët konsumojnë shalqin duhet të kenë kujdes të shtuar me sasinë e konsumit të tij, pasi vetëm në këtë mënyrë do të merrni përfitimet dhe do të parandaloni edhe efektet anësore në organizmin tuaj. Shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore do të përkthehet në një mbrojtje të vërtetë ushqyese për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve. Por nëse vuani nga problemet e sheqerit të lartë në trupin tuaj, tregoni të vëmendshëm me sasinë e shalqinit që shtoni çdo ditë në dietat tuaja ditore, pasi vetëm në këtë mënyrë do të përmirësoni organizmin dhe do të evitoni gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Nëse vuani nga diabeti, tregoni më të vëmendshëm ndaj sasive të shalqinit. Nuk është e çuditshme se shalqini është një nga frutat më të mirë në treg. Studime shkencore kanë treguar se ngrënia e shalqinit dhe për më tepër pirja e lëngut të shijshëm të tij ka vlera të jashtëzakonshme ushqyese për organizmin, për sa kohë konsumohet brenda sasive të rekomanduara dhe asesi në sasi tepër të larta. Shalqini përmban likopen. Likopeni i bën mirë zemrës dhe lëkurës si dhe parandalon inflamacionet. Likopeni është një substancë që i jep tulit të shalqinit ngjyrën e bukur të kuqe. Është një antioksidant i fuqishëm dhe mbron sistemin kardiovaskular nga dëmet të shkaktuara prej radikaleve të lira. Studimet kanë treguar se njerëzit që konsumojnë më shumë ushqime të pasur me likopen janë më të prirur ndaj sëmundjeve kardiovaskulare. Përfitimet që vijnë nga likopeni janë të shumta, duke nisur nga mbrojtja e lëkurës dhe dëmet të shkaktuara nga rrezet ultraviolet që shkaktojnë plagjen e parakohshme, rrudha dhe probleme të ndryshme. Citrulina tek shalqini do të nxjisë një qarkullim më të mirë të gjakut. Citrulina është një aminoacid që gjendet në sasi të larta të shalqini. Kur futet në organizëm, citrulin kthehet në arginin, një aminoacid i dobishëm në përmirësimin e qarkullimit të gjakut dhe qetësimin e enëve të gjakut. Lëngu i shalqinit është i mirë për shëndetin e të gjithë trupit. Citrulina te lëngu i shalqinit ka subjekt të disa elementeve dhe këto studime kanë treguar se citrulin ndryn të akumulimi i yndyrnave dhe të qelizat e bllokuara dhe efektet e një enzime të njohur, e cila ndonë se studimet kanë treguar se është e rëndësishme, nuk duhet të teprohet me konsumin e lëngut të shalqinit. Shalqini është një frut që praktikisht mund të rendisë shumë përfitime për organizmin, dhe nëse konsumohet brenda normave të rekomanduara ditore, ndikimi i tij në shëndet do të jetë gjithashtu edhe më i fuqishëm.
Shalqini përmban vitamina dhe minerale. Ndonse nuk janë në pika e tij më e fortë, shalqini ka plot vitamina dhe minerale, veçanërisht vitaminën C, beta-karoten dhe elementë të tjerë të nevojshëm. Shalqini ka gjithashtu sasi të vogla të vitaminës B dhe mund të ofrojë nivele të mira të kaliumit, magnezit, ndërkohë që mund të ofrojë edhe nivele të hekurit dhe të zinkut. Lëngu i shalqinit është shumë i thjeshtë për të përgatitur dhe mund të konsumohet sipas nevojave tuaja ditore. Shalqini është i mirë për shëndetin e zemrës. Shalqini është i pasur me aminoacide të cilat ulin tensionin e gjakut. Shëndeti i zemrës do të përmirësohet nga antioksidantët të cilët mund të ulin riskun e një ataku në mundshëm në zemër. Shalqini do të ofrojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj të syve dhe të gjymtyrve. Shalqini përmban pigmente natyrale të cilat luftojnë inflamacionet në gjymtyr dhe mund t'i japin gjithashtu një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe të lehtësojnë komplikacionet e tij. Disa studime të cilave u referohemi sipas Healthline thonë se, falë konsumit të shalqinit, njerëzit janë më pak të prekur nga reumatizma dhe artriti. Shalqini do të pasurojë dietën tuaj me efekte të mira të antioksidantëve. Ngjyra e kuqe e shalqinit ja atribuohet gjithashtu likopenit, një antioksidant i cili do të ulë riskun e radikaleve të lira nga diabeti. Shalqini përmban gjithashtu likopen më shumë se domatet dhe çdo perime tjetër, duke sjellë rezultate konkrete pozitive në shëndetin tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shalqini do të ofrojë një mbrojtje më të mirë për shëndetin e lëkurës. Ngrënia e shalqinit do të shërbejë si një mburojë për lëkurën. Antioksidanti likopen ndihmon organizmin të heqë edhe dhiambin e tepërt dhe djegjet nga dielli. Shëndeti i syve do të jetë më i fortë falë konsumit të këtij elementi ushqyes. Një racion me shalqin plotëson rreth 30% të dozës rekomanduar ditore të vitaminës A, e cila është gjithashtu shumë thelbësore për organizmin tuaj dhe rolin pozitiv që ka në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore, sipas ekspertëve, do të rrisë nivelet e hidratimit. 92% e përmbajtjes së shalqinit është ujë, ndaj ky frut është ideal për organizmin tuaj. Mungesa e lëngjeve dhe ujit në dietën tuaj e dobit organizmin, ndaj konsumi i shalqinit në këto vakte mund të jetë një përfitues i mirë për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Shalqini do të ofrojë gjithashtu një zbutje më të mirë të shëndetit tuaj të lëkurës. Shalqini përmban vitaminën A, B6, vitaminën C, të cilat do ta mbajnë lëkurën tuaj më të butë, më të lëmuar dhe më të shëndetshme. Shalqini gjithashtu mund të shfrytëzohet edhe si maska për lëkurën, i kombinuar me lëngun e limonit, gjithashtu edhe me kosin. Mbajeni për 10 minuta dhe më pas e shplani atë me ujë të rrjedhshëm. Shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore do të ofrojë gjithashtu edhe më shumë energji përgjatë gjithë ditës. Uji, antioksidantët dhe aminoacidet e shalqinit e bëjnë atë të jetë ideal për njerëzit të cilët vuajnë nga kequshqyerja dhe gjithashtu kanë nevojë për rikuperim të trupit pas një aktiviteti të caktuar fizik. Shalqini përmban nivele shumë të mira të kaliumit, minerale ushqyese për muskujt dhe garanton gjithashtu më shumë energji në dietën tuaj ditore. Shtimi i shalqinit në vaktet tuaja ditore do të përmirësojë gjithashtu sistemin tuaj tretës. Njerëzit të cilët do vuajnë nga koliti nuk duhet t'i thonë jo konsumit të shalqinit, sepse është një frut shumë i lehtë për t'u tretur. Shalqini është i butë, i lëngshëm, ndaj nuk i bën dëm stomakut gjithmonë nëse konsumohet në sasinë e rekomanduar ditore dhe asnjëherë në sasi tepër të larta. Shalqini është i mirë për organizmin dhe një i rritur duhet ta ketë pjesë të pandarë të dietave të tij. Shtojeni shalqinin në vaktet tuaja ditore dhe përfitimet që do të merrni prej tij do të jenë mbreslënse për organizmin në betejën kundër komplikacioneve. Ekspertët e rendisin shalqinin si një prej frutave më të rëndësishëm të verës, i cili do të japë rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.